Beni dhe Genci, mirë se erdhët në studion tonë. Roma, ishte kënaqësi që jemi të pasqyrë shqiptare edhe një herë. Atëherë, tema e bisedës është festivali i dytë i librit shqip në Toronto. Dhe arsyeja që ju ftova është në radhë parë se jeni të dy njerëz të letrave, të gazetarisë dhe të letërsisë, sidomos Beni që njihet tashmë edhe si autor, por në cilësinë e presidentit të bordit të organizatës që merret me festivalin e librit, që është Albanian Canadian Development Alternative, do ta filloja bisedën me ty Genci. Pyetja ime e parë ka të bëjë me organizimin e vjetshëm. Më jep një përshtypje, një koment për nivelin e organizimit me të mirat dhe me të këqijat e veta. Po, përpara se sa të përgjigjem direkt pyetjes, do thoja që kam kënaqësi se prej vitesh ti e di që bashkëpunoj me komunitetin shqiptar vullnetarisht, edhe kam kënaqësi kur shoh një nivel shumë civil të komunitetit shqiptaro-kanadez. Jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi, por ky them unë është një nga rastet kulmore, sepse vetë organizata që është relativisht e re, Albanian Canadian Development Alternative, që është fondatori është Rudin Dakli. Ne të tjerët, jemi 4-5 veta që bashkëpunojmë, thjesht menduam për një projekt të këtij niveli, siç është Festivali i Librit, dhe u organizu vjet, dhe në fakt ju tha 2, po mund ta qush dhe 3, sepse u bë dhe një dhe në Montreal. Pra, do është bërë në Toronto, në Montreal, ky është i treti që mund bëhet. Dhe bile pati kopje të kësaj, u bë dhe në New York një tjetër organizatë që organizoi atje. Desha të them, është një nga arritjet, sepse komuniteti shqiptaro-kanadez ka pas projektet të gjithë llojshme, por ky është i niveli mjaft lart them unë, sepse në fund fare bën fjalë për letërsinë, e cila është në bërthamën e shoqërisë. Edhe është një fest për gjuhën shqipe, përgjithësi edhe për komunitetin shqiptar, ngado që është. Nga pikpamja e saj se çfarë u bër vjet, unë mund të them ishte hera e parë. Ishte hera e parë edhe pati, unë e shoh vetëm pozitivisht, pati mjaft arritje. Arritjet janë në aspektin e pjesëmarrjes, pati pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Vendi ku ishte relativisht prestigjos, ishte i mirë, edhe në 2 ditë u zhvillu tamam një manifestim i denjë për komunitetin tonë. Sigurisht ka gjëra me të cilët mund ndalojmë dhe mund dalin gjatë kësaj interviste, janë gjëra të cilat ne përpiqemi t'i korrigjojmë, edhe janë sidomos ato ku vetë autorët që japin intervista ose bëjnë biseda në lidhje me veprat e tyre përpara publikut. Ndoshta do një koordinim më të mirë, edhe këtë vit besoj se do arrihet, sepse edhe vendi ku do të mbahet në Humber College North Campus është më i gjerë edhe premton për më shumë në këtë aspekt, edhe sigurisht ne jemi më të angazhuar për të bërë diçka më të mirë. Beni ka qenë një prej pjesëmarrësve në këto panele që ti sapo i citove Genci, edhe në cilësinë edhe të autorit, të shkrimtarit dhe të panelistit, pra në këndvështrimin e një pjesëmarrësi në këtë festival. Cili është mendimi yt Beni lidhur me këtë festival? Ishte një arritje apo ka nevojë edhe për më mirë? Është padyshim një arritje, edhe mua nuk më duket fare rastësi që një festival i tillë zhvillohet në Toronto. Dihet se në Toronto ka ardhur përgjithsisht një imigracion i shkolluar, i edukuar nga Shqipëria. Krahasim me vendet e tjera, këtu përqindja e njerëzve të shkolluar është më e lartë. Dhe njerëzit e shkolluar janë lexues. Dhe natyrisht është fat që fondacioni në fjalë është interesuar për ta zhvilluar një veprimtari të tillë. Edhe unë i falenderoj ata, falenderoj edhe pasqyrën shqiptare për jehonën që i bën kësaj veprimtarie. Por, nga ana tjetër, është edhe fakti që këtu ka një potencial njerëzish që mund të jenë shumë të afërt me librin se sa që mund të jetë në një vend, për shembull në New York ose në një nuk kam asnjë lloj paragjykimi për ata, por këtu janë njerëzit më të shkolluar dhe është më e mundshme që të bëhet një lloj veprimtarie e këtillë.
padyshim ishte sukses, padyshim që kishte shumë anë pozitive, natyrisht ka vend për përmirësime dhe mund të bisedojmë për ato se çfarë mund të ketë. Le të zbërthejmë për shembull komponentët e festivalit, cilësia e librave, cilësia e panelistëve edhe cilësia e organizimit. Le të marrim këto 3 komponentë me radhë. Si të duk ty në radhë parë cilësia e librave që erdhën? Struktura dhe cilësia bashkë. Ky festival është nuk do ta quaj një kopje, po është bërë sipas traditës së panajirëve të librit që bëhen në Shqipëri. Pak a shumë, duke pas parasysh. Por unë për shembull do të desha që kjo përbërja cilësore e komunitetit këtu që kemi ne të pasqyrohet në një festival që të jetë shumë i mirë, shumë i denjë se sa panajiri i librave që organizohet atje. E kam fjalën në përzgjedhjen e vlerave. E kam fjalën në përzgjedhjen e pjesëmarrësve. Dihet që në Shqipëri ka një numër të jashtëzakonshëm shtëpi votuese për banor. Dhe këto mbahen edhe me përkthime, po mbahen edhe me autorë që shumë janë cilësor, po shumë prej atyre janë edhe grafoman, janë dhe njerëz që shkruajnë edhe nuk kanë ndonjë cilësi, pavarësisht se votojnë. Dhe të gjithë pa përjashtim përfaqësohen nëpër panajiret e librit që bëhen në Tiranë. Nuk do të desha që një gjë e tillë të pasqyroj këtu. Për shembull, them në të ardhmen, janë mundësitë që të ketë një punë çik më të studiuar edhe më të cilësore në përzgjedhjen e atyre që do të jenë atje. Jo kushdo mund ta meritojë që të futet në panajir. Po kjo cilësi është manifestuar edhe në panele? Jeni kënaqur me cilësinë e paneleve dhe organizimin e tyre? Pak a shumë. Panelet ishin cilësore, por ajo duhet të them pjesëmarrja e publikut në panele nuk ishte e shpërndar njëtrajtësisht. Ndoshta 2 ditë janë 2 ditë të plota, unë do thesha janë tepër. Për ato sepse bie ajo ngarkesa, bie fluksi i atyre që. Sidomos të dielën bazdite është çike vështirë të tërheqësh njerëzit. Megjithatë, ato mënyra, unë them që panelet do në organizuar më mirë pak edhe sakt, se sa të kesh shumë panele që mos kenë interes. Kam një pyetje për Gensin. Gensi, lidhur me mënyrën se si ju i përzgjidhni librat. Vjet mbaj mend që u organizua një anketë. Zoti Dakli organizoi një anketë, bëri publike dhe tërhoqi mendimin e lexuesve. Si do të zgjidhet? Si është zgjidhur? Në këtë aspekt unë e shoh me optimizëm. E shoh me optimizëm sepse një farë mënyre ne do jemi përballuar dhe me vështirësi. Shumë po ta marrësh faktin e atyre që vinë janë shumë gjëra i pengojnë. Spari nga ana financiare, sepse në fund fare kjo është një veprimtari të sponsorizuar nga njerëz caktuar. Vetë Dr. Dakli, si thosh, ka sponsorizuar një pjesë kësaj, një pjesë tjetër del nga shitja e librave, një pjesë tjetër është nga sponsorizimet, siç është HR Scholarship ose disa organizata tjera që kanë kontribuar dhe do kontribuojnë këtu. Pra janë vështirësi teknike financiare spari. Pastaj janë vështirësi administrative. Për shembull, të vish deri në Kanada duhet vizë. Jam shumë optimist sepse ambasada shqiptare në Ottawa, zonja Artemis Malo, është angazhuar pozitivisht në lehtësimin e mundësive për organizimin, flas për logjistikën e festivalit, edhe bie fjala shumë njerëz të cilët ne presim të vinë, si Orel Frosare ose autorë të tjerë. Ne po bëjmë shmos që ata të arrijnë të vinë deri në Kanada, sepse siç thash janë vështirësi teknike për të ardhur. E para dhe e dyta, jam optimist sepse në fund fare infrastruktura është më e mirë kësaj radhe. Në Amber College janë 2 kade që janë angazhuar për këtë, janë caktuar kade të veçanta për takimet me shkrimtarët ose vetë, për shembull, autorët mund të organizojnë aktivitetet e tyre në to. Është
për të shënuar sepse pati shumë sukses letërsia e fëmijëve. Dhe kësaj radhe i është kthyer më fort, si thosh, kësaj ideje që domethënë të ketë më shumë letërsi për fëmijë, sepse njerëzit në farë mënyre janë të interesuar për brezin që vjen në mënyrë që të jetë më afër gjuhës anëtare. Edhe fakti është që patëm shumë vizitorë të tillë dhe shpresojmë të vitë ketë vizitor plot, familjar, që do të sjellin, si thosh, trashëgimtarët e tyre atje. Voti Beni, si e shef afrimin e fëmijëve dhe rinisë shqiptare drejt librit? Një realitet i mundshëm apo një utopi? Unë them që është realitet, sepse shumë familje shqiptare që jetojnë në Kanada kanë lidhje të shpeshta me Shqipërinë dhe i çojnë fëmijët edhe i çojnë shumë shpesh në Shqipëri, edhe për ta ruajtje e gjuhës është një diçka normale. Unë them që s'ka nevojë që të jemi shumë ngutës ose imponues për këtë, edhe s'mund t'i jesh. Në fundit, për mendimin tim, unë edhe çka mendoj unë për fëmijët edhe për mbesat e mia, është që ata janë këtu për të bërë qytetarë të këtij vendi, për të bërë qytetarë të denjë dhe qytetarë të ndershëm të këtij vendi, për këtë i kemi sjellë këtu. Ruajtja e gjuhës shqipe është një plus për ata, ruajtja e kulturës shqipe është diçka që ata e kanë vetë, po unë nuk them që duhet ja u imponojmë. Te cili brez? Unë po flas për brezin e dytë. Për brezin e dytë. Atë e kanë në dorë vetë edhe secili sipas mundësive, edhe sipas sive. Po në qoftë se do të kenë dëshirë që të njihen me abetaren ose me letërsinë shqipe për fëmijë, nuk ka asgjë të keq, është një gjë shumë e mirë. Genzi, nga përvoja jote, mendon se ekziston një letërsi cilësore adekuate për fëmijë që vjen nga Shqipëria drejt diasporës, apo ka nevojë për përmirësim dhe ajo? S'pari njerë desha ta zgjeroj pak spektrin, se vetë festivali synon më shumë se kaq. Unë vetë e përmenda që ka mjaft kërkesë për fëmijët, po festivali ka një spektër më të gjerë. Unë do të shija këtë festival edhe prandaj dhe jam optimist, sepse në fund fare çdo organizim që bën kur fillon dhe fiton emër, bëhet më interesant. Edhe e shoh me spektër më të gjerë, sepse në fund fare kjo është një pikë takimi për të gjithë, për Shqipërinë, Kosovën, për diasporën. Se këtu bëhet fjalë për shkrimtarë cilët shkruajnë në trojet anë, që është Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut në farë mënyrë, dhe bisedohet dhe për shkrimtarët cilët jetojnë diasporë, që shkruajnë për këtu, dhe kësa radhe për shumë do kemi plot, do jetë Beni, do jetë Përparim Kaplani, do jetë plot nga si thush shkrimtarët që shkruajnë në diasporë. E kisha fjalën që ka spektër më të gjerë, edhe pse do t'i përgjigjem pyetjes, po ka spektër më të gjerë, pra bisedohet për të atraktuar mjaft nga këta si thush autorë të letrave. Për sa i përket letërsisë për fëmijë, unë e përmenda vetë, ka kërkesë jashtëzakonshme, sepse vetë prindrit janë të interesuar, domethënë për një farë mënyre për t'ia ngjallin ose për t'ia mbajtur ato identitet që ne kemi për ta trashëguar tek brezat që vijnë. Edhe sigurisht që tani botimet shqiptare janë përmirësuar jashtëzakonisht, nga pikpamja e layoutit, për shembull, janë mjaft të bukura, mjaft të reja. Unë vetë, për shkak që kam mjeta, siç kem edhe unë dhe Beni, kemi nga 2 libra në mbesa. Ishim atje me familjet tona dhe blem libra. Dhe ata kanë gjithsesi kurreshtje për ta parë, për ta shfletuar atë. E kupton? Beni, si autor do të paraqitesh me ndonjë botim të ri si vjet? Unë do të paraqitem me një vëllim me tregime, i cili në fakt sapo doli kur u bë festivali parë. Nuk arriti të prezantohet. Nuk arriti të paraqitej atje, edhe do të ketë rastin të paraqitet në këtë. Po shpresoj që nga Torontoja edhe përgjithsisht nga autorët që jetojnë në Kanada do ketë libra plot, edhe këtu ka, dua të them që ka autorë shumë të mirë.
për shembull mund përmend Artan Gjyzel Hasanin, mund përmend Florence Ilian, mund përmend Vangjus Sarën që është në Vancouver, ose Ajkuna Daklin. Ka autor që shkruajnë letërsi serioze, edhe Faruk Myrton, po patjetër. Edhe janë autor që shkruajnë letërsi serioze edhe ja vlen që të dalin edhe të evidentohen në një veprimtari të tillë. Genci, çfarë duhet të ditë lishikuesi lidhur me zyrtarit? Unë desha t'ju falenderoj ju, sepse jeni ju që, si thush, përhapni lajmin, edhe e promovoni këtë aktivitet madh, edhe përfitoj nga rasti për të bërë thirrje gjithë komunitetit, dhe thirrja është pjesëmarrje. Pra, secili duhet marrë fëmijët, nipërit, të afërmin, me qira fjale, nuk është vetëm për shqiptarët. Ky është i hapur, është një organizim i hapur për gjithë. Pra mund vinë dhe ata kanadese. Pse? Sepse fëmijët tanë janë martu, si thush, kanë marrëdhënie me etni të ndryshme. Me etni të ndryshme. Atëherë ata janë të interesuar se në fund fare letërsia shqiptare ka të njëjtat mesazhe të letërsisë botërore universale, ke parasysh që janë tema lirike, tema historike, tema të dashurisë, tema të mërgimit, tema të etnicitetit, të trimërisë, pra janë gjëra të cilat edhe të huajt janë të interesuar. Pra unë do thoja një thirrje është për gjithë komunitetin, të marrë pjesë, është vërtet një organizim i përsosur, mund të them, sa lejon mundësia puna vullnetare që ne bëjmë. Pra, do të thonë, ke parasysh që nuk është punë e paguar, është krejt edhe prandaj dhe e vlerësova që për fillimit komuniteti shqiptar ka mjaft resurse intelektuale përmet edhe veni nga ajo që tha që janë njerëz të një nivelit, domethënë, relativisht lartë që arrin dhe marrin pjesë vullnetarisht në organizimet të kësaj që promovon vlera intelektuale në fund fare. Ky është, se thush, festë e gjuhës shqipe për mua. Duhet patjetër njerëzit të marrin pjesë. Shumë faleminderit të dyve. Faleminderit. Faleminderit.